Për Fisnikun kam disa informacione kështu nga brenda prej njerëzve që kam qef me ndo me ty që Fisi është duke bisedu me një klub në brenda Gjermanisë, edhe me sa e di tash nuk është që është 100% e sigurt që ka nënshkru kontratën, po marrëveshja është bo me një klub të Gjermanisë, jo me Barcelonën, fatkeqësisht. Barcelona më duket në momentin që është kërku prej menaxherit ose prej menaxhmentit të Fisit. Jo, realisht klubi ka kërku 50 milion, Barcelona është tërheq, sy ka duk shumë, edhe është dashur me kthyer një klub tjetër. Tash klubi tjetër është në Gjermani, jo që i kanë pagu 50 milion, nuk e di sa kanë mujtë me pagu ata, por që Fisi ka me pas një të ardhme ka gjatë ndritur. Inshallah ka fat, gjithmonë uroj me pas fat lojtar tonë për shkak se një lëndim çan mbrapa mos Fisin e ki me ndresa të verdha. Ndresa të verdha që po i vjen mund të jetë Borussia Dortmundi. Po.